Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka ndëshkuar me masë administrative e kompaninë Gjikuria pas konstatimit të depozitimit të paligjshëm të mbetjeve inerte dhe dherave të dala nga gërmimet e zonës së Dhermiut në krye të fshatit turistik. Kontrollet janë ushtruar nga Drejtoria Qendrore e IKMT-s, e cila zhvilloi një inspektim të detajuar në territor pas informacioneve dhe verifikimeve në terren lidhur me aktivitetin e depozitimit të mbetjeve. Gjatë inspektimit u evidentua një sipërfaqe e konsiderueshme ku ishin hedhur inerte dhe dhera, duke shkaktuar ndikim në mjedis dhe në peizazhin natyror të zonës. Sipas njoftimit zyrtar, gjatë verifikimeve rezultoi se subjekti Gjikuria nuk ishte pajisur me leje mjedisi të tipit B, sipas kërkesave ligjore dhe përcaktimeve në shtojcën 5.2 të legjislacionit në fuqi për administrimin e mbetjeve dhe aktiviteteve që ndikojnë në mjedis. Për këtë shkelje, Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit vendosi masën administrative me gjobë me vlerë 1 milion lekë. Krahas gjobës, institucioni ka urdhëruar edhe pezullimin e menjëhershëm të aktivitetit deri në momentin që kompania të pajiset me dokumentacionin dhe lejen përkatëse mjedisore. Autoritetet kanë kërkuar gjithashtu që subjektet të marrë masa të menjëhershme për eliminimin e pasojave të shkaktuara nga depozitimi i inertëve, duke rehabilituar zonën e dëmtuar brenda një afati të arsyeshëm kohor. Sipas IKMT-s, rikthimi i territorit në gjendje të mëparshme është detyrim ligjor për subjektin përgjegjës. Zona e Dhermiut, e njohur për rëndësinë turistike dhe peizazhin natyror, ka qenë shpesh në fokus të debateve mbi mbrojtjen e mjedisit dhe menaxhimin e ndërtimeve. Institucionet paralajmërojnë se kontrollet mbi subjektet që ushtrojnë aktivitete pa leje përkatëse do të vijojnë të gjithë vijën bregdetare, veçanërisht gjatë sezonit turistik.